Valla benim için her ameliyat eşli zorlukta. Zakonisht krejt janë në nivel të barabartë me vështirësi sfidë në veti. Konsantre olman gerekiyor, bir şey olması gerekiyor ama en uzun ameliyat desen 14 saat süren bir ameliyat vardı. Sepse duhet me qenë koncentrimi, fokusi të njëjtë të gjithat. Nuk mundet me ndodhë, por nëse më pyet se cili rast ka qenë më i gjatë, ka qenë një pej 14 orë. 14 orë. Ve çfarë ka qenë Neydi operasyoni? hocam ameliyat? O bir intihar vakasıydı. Yüzünü parçalamıştı. Dokunakilleri yapılmış. Ka qenë një rast tentim vetvrasje që e ka coptu fytyrën e vet, ku dosht me kep indet, me bashku lëkurën, indet organet që atë përfshin në pjesën e fytyrës. Do me thonë, ka raste urgjente që operon kirurgjia estetike dhe plastike rekonstruktive, ka patologji që largon, ka estetik, ka kërkesa, i përfshin krejt. Do me thonë, një kirurg plastik estetik, të vjen rasti i tillë keme operu. Zaten plastik cerrahların çoğu oradan eğitim alarak gelir. Për përvoja që diskutum, zakonisht vjen prej këtyne rasteve. Finesa, po delikatesa e pjesës estetike vjen për pjesës ma traumatike që e fiton përvojën kirurgu estetik sidomos. Bravo doktor. Size bravo. Doktor,